Një qëndrim Partisë Socialiste, të cilin Troçek e tha Taulant Balla edhe sot në takimin me prokurorët, dhe e ka thënë edhe në publik, por se socialistët duket se do të vendosin standardin e Rumanisë, nuk ka më burg pa vendim gjykate të formës së prerë për të zgjedhurit e lartë. Ky është qëndrimi i Partisë Socialiste që shndërrohet në ligj. Kjo është ajo që Partia Socialiste ka vendosur edhe për pezullimin, edhe për arrestimin. Dhe ky do jetë i shënuar dhe i plot fuqishëm në ligjin i cili do të votohet së shpejti. Tash, na mund diskutojmë për këtë, por nëse i marrim standardet evropiane, pa dalë të Rumanisë, të gjithë deputetët e të gjitha parlamenteve nuk mund të jetohen pa një vendim të parlamentit. Asnjë. Hiç po më duket një vend që është Luksemburgu, por në vendet tjera nuk kanë. Kurse Shqipërisë, ose në Shqipëri, prokurorët kanë të drejtë gjithmonë të hetojnë pa e marrë qëndrimin e parlamentit. Dhe mund të hetojnë pa fund. Dhe pse Partia Socialiste merr këtë vendim? Mendoj që janë 3 rastet dhe shumë raste tjera të paraburgimit të gjatë të njerëzve të cilët kanë pas funksione publike. Po edhe me fajin e Partisë Socialiste. Ska folur aty Partia Socialiste. Jo, edhe me fajin e Partisë. Karma is the bitch. Ndryshoj standardi është. Karma is the bitch. Për arsye se standardet që kanë kriju për Ilir Metën është dasht ose tash duhet të përmirësohen. Dhe askush s'ka folë publikisht për Ilir Metën dhe është turp për vendin që presidenti rrinë në paraburgim 2 vite. Turp. Merë. Me gjitha fajat që mund t'i ketë gjykata le ta vërton. Po s'mundet presidenti i vendit me najt 2 vjetë gjysë në paraburgim. Një vit s'mundet me Velias mund të rinë këtu gjë. S'mundet këtu ishte dhe kryetari bashkisë mund të rinte këtu. Mund të rinte edhe vazhdoj hetimin, bëje arrest shtëpijak, bëj gjëra të tjera, lehtësira, po s'mundet në paraburgim. Nuk është detyrë, s'ka mundësi të prisha si provë. Jo, Rasti presidenti është flagrant fare. Është flagrant. Dhe fakti se është i tillë, atëherë Lorion është gjë tjetër sepse është detyrë. Atëherë çështja e pezullimit. Akses dokumentacion. Atëherë çështja e pezullimit dhe burgosjes nuk do të ndodhë më në Shqipëri, apo nëse kjo është shumë më rëndësi, kjo lajm, çfarë po ta them? Okej. Kjo është lajm. Thuaj. Që nuk do të ndodhë burg pa vendim gjykate të formës e prerë. Edhe gjykata e shkallës e parë mund të merr vendim. Urdhë? Do bëhet, do hyjë në ligj. Kjo është edhe postulati i Taulant Ballës që ka thonë brenda sot, në publik e ka thonë, edhe e ka thënë qëndrimin e Partisë Socialiste. A ka ligji forcë para vepruese? Kjo vlen për çdo qytetar të Shqipërisë? Jo, tash. S'ka ligji forcë para vepruese, fare. Edhe në qoftë se bëhet të nuk e kap, se s'ka forcë para vepruese. Nuk po flasim për prapa veprim, se vendimet që janë marrë janë marrë. Para veprim. Para veprim. Vendimet që janë marrë janë marrë. Tash ma këto me trejet. Nuk mund të veprojnë në këtë rast. Kjo që po thua baton, duhet vlej për çdo qytetar të Shqipërisë? Unë po flasë për standardet evropiane. Standardi evropian. Qytetarët shkojnë burg, mbushin burgjet qytetarë. Ja. Kjo ideja pra që edhe paraburgimi, edhe paraburgimi përveç se janë, përveç kur janë krime të rënda, nuk mund të zjatë ma shumë. Korupcion, së shkrim. Shumë i madh. Kur ka vë flagrant, po çfarë? Po nuk mund të mbash se ish presidenti sot 2 vjet e gjysmë. 1 vit e cash, po nuk ka rëndësia. 2 vjet. 2 vjet. Po është kjo në tetor ose nëntor të 2024 duhet. Baton, çfarë mendon ti se do ndodhë e para Rama në çfarë do ndodhë? Disa pika nuk pajtohem, nuk bën pa reagu. Abilekaj, po i drejtojmë publikut. Problemi është që ngritja këtë akuzës, hetimi për një person që prokuria e bën publike, moralisht se shkatron dhe ai nuk mund të jetë në një post publik, e ka vështirë të jetë dhe ngritja këtë akuzës në publik, e bën ato të paaft. Dhe pastaj, këto gjëra ndikojnë edhe në vot, edhe në sjellje të qeverisë, dhe ajo qeveri është e sulmuar vazhdimisht. Se ajo është një lloj ushqimi për mediat, për jetën publike. Nuk është veç arresti, se arresti është tortur, pastaj nëse e bën dhe man paraburgim 2 vjet. Kjo është esenca dhe unë mendoj që
ngritja këtë akuzës është një akt edhe drejtësie, po edhe moral, se e bën të paaft njeriun me qeverisë. Dhe këto e kam bindje, imuniteti nuk të mbrohen nga ky amoralitet i qëndrimit në post. Dhe nuk ka edhe në vendin më të korruptuar, me ndërgjegjen më të mungum, kur ngritet një akt akuzë, është akt i rënd drejtësie. Dhe është e vështirë me qëndru ti me këtë akt anë drejtësie. Kjo është ajo që... Parim jam dakord me ty, por kemi një problem. Çështja nuk u zgjidh që... Dhe tash, jo vetëm the që bashkimit evropian, veç ta përndaj shto. Pikërisht do të dam. E tash, ma thuj ti, Anton, të lutem, në Gjermanin, e cila është me zëshmja të kjo pikë, kancelari i shtetit, në momentin kur e kryen mandatin, bëhet njeri i Putinit dhe shefi Gazpromit për Gjermani. Ma thuj, me cilin akt moral ky vend, më thot se ky akt nuk qenë ka ma korruptiv, ma i rënd moralisht. Se sa qëfar do akti që ndodhë këtu? Ai është njeri i lirë. Ja, nuk është... Kancelari është njeri i lirë, më falë. Kancelari Kurz është njeri i lirë. Asnjëherë. Asnjëherë. A i merë pak ton jetë për atë punë. Ajo është... Si është e mundun. Dhe nëse një akt i hetimit ndaj Ballukut, që ka ma i rënd se... Pak e rëndësishme kjo. Tu është problemi që në qoftë se kur ngritet timi, kur hap timi me njerë për Ballukun, ajo do largoj nga detyra pikërisht për këtë arsye të ti. Që është pa mundur të funksionosh pasi ke marrë akuzën dhe bëhesh objekt sulmesh politike dhe juridike, kjo çështje do ishte zgjidhur me njerëz, nuk ishte nevojë as për imunitet as për. Ja, po qëllimi ishte problem. Çështja u agravua aq shumë sa ne sot e kemi dorëqen ose largimin ose imunitetin e Ballukut, një çështje jete ose vdekje, një çështje shumë të rëndësishme në marrëdhënie me BE-n. Tam çfarë mund të bëjmë? Po, ne tani jemi në një fazë, e japim BE-n, ose japim BE-n. Qeveria, socialistat, majorancën, këto, nuk do të lejojmë më këto, do të kthejnë në ligj. Do të kthejnë në ligj para Ballukut të ati? Pas, çështja e Ballukut dhe tjerëve ka përfundu. Ka përfundu. S'ke qa bën me ta. Pra më pas... Unë dyshoj edhe për këtë ndryshimin që ka bën kodin e procedurës penale, do ta votojnë apo jo. Edhe këtu kam dilemë. Se varet do të presion nga BE-ja edhe për atë. Po mender Tela nuk do pjerdhur shumë për as presion e BE-së, as të Amerikës se vinë bëjnë këtu, kanë 35 vjetë, kanë berë... Këtë drejt. Mund të jemi njerë sovran? Jo. Mund të jemi njerë sovran? Njerë antar BE-je. Po ka gjithmonë. Po do jemi gjithmonë sovran? Asnjëherë s'ka qenë. Po pra, ti thua tani të bëhemi sovran. Po jo, më përpara. Ore hiqe këtë, pas Ballukut. Nuk je brenda BE-s edhe thu unë do silem siç ka qenë Forbani sillet. Nuk sillesh as dot brenda. Je jashtë, po kërkon të hysh, kështu që po duke trokitë dera do kërkosh që çfarë bëj BE-ja Ore, unë kam një pyetje. Do dorëzoj sovranitet. Po shkosa e thjeshtë. Është politike. 85 milion. Ka asgjë juridike.